certifikohen përfundimisht listat e 2 koalicioneve kryesore, asaj të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste. Ndërkohë nesër është vendimi në gjykatën e apelit për fatin e Erion Veliajt. Nëse do gjykohet i lirë apo me arrest në burg aty ku është sot. Të ftuara kam Baton Haxhiu, Baton mirëmbrëma. Lorenz Vangeli, Lorenz mirëmbrëma. Armand Shkullavun, Mandi mirëmbrëma. Andi Bushati, Andi mirëmbrëma. Ka 2 sjellje, ka 2 personazhe kryesorë të Partisë Socialiste, njëri ish zëvendës kryeministër dhe numri 2 i Partisë Socialiste për spaku 10 vjet dhe tjetri kryetari i bashkisë i arrestuar, por që është shikuar nga gjithë si pasardhës i Edi Ramës. Që të dy janë në nënhetim nga SPAK, njëri është i larguar, duke bërë betejën e tij nga jashtë Shqipërisë, SPAK-u me 3 intervista. Tjetri është në burg, duke bërë betejën e tij me akuza ndaj prokurorit të Qeshtës dhe gjykatësit të Qeshtës. Bëhet fjalë për Erion Veliajin dhe Arben Ahmetin. I pari ka hedhë poshtë të gjitha pretendimet e Altin Dumanit, pa u marrë me të personalisht, por duke akuzuar Edi Ramën si njeriu që ka bërë të mundur, ka kërkuar arrestimin e tij dhe e komandon tërësisht SPAK-un. Pa u fut as në familje dhe as me fyri personale ndaj prokurorit dhe gjykatësit të Qeshtës. I dyti vazhdon të lavdroj shokun Edi, të njëjtin status kishte edhe sot, por nuk ka lënë gjë pa akuzuar dhe pa thënë qoftë për jetën familjare, për jetën profesionale të prokurorit të Qeshtës dhe të gjykatësit të Qeshtës. Bëhet fjalë për Erion Veliajin. Bushat, duke qenë se tashmë gati pritet që në moment të lesh studion, po e filloj me ty. A shikon ose ma dhe një privilegj që jep gjithmonë Batonit. Po. Diferenca e sjelljes së Arben Ahmetit ndaj drejtësisë dhe Erion Veliajt, ose ndaj gjykatësit dhe prokurorit të Qeshtës, 2 standardet, Veliaj Ahmeti. Në thelb të 2 kanë standarde rilindasi, që nuk pranojnë hetimin edhe procesin që po i bëhet. Standardet shqiptarë të e kanë gjithë. Si? Standardet shqiptarë e kanë gjithë. Por, ndahen në i pikë. Dhe pavarësisht se kush e ka drejt dhe kush e ka të gënjeshtër, Ahmeta e ka më koherente. Sepse Ahmeta i thot, unë kam jetuar dhe kam punuar në një drejtësi të kapur nga kryeministri, një shtet autokratik i them unë, dhe kjo është drejtësia ku kryeministri ose të fut në burg ose të shpëton. Nuk ka rëndësi sa e vërtet apo e drejtë është kjo, por është një linjë koherente. Kurse linja e Veliajt është një linjë që nuk bind asnjëri, pra është një linjë që e kap veshin kështu. Në ç'kuptime e kap veshin kështu? Sepse Veliaj thot, edhe kemi bërë drejtësi, edhe këta janë kolegët që punojnë shumë mirë, pra do të mbroj dhe linjën e Ramës dhe të PS-s, por mua thot, më kanë qelluar 2 të vetmit, të cilët po ma bëjnë me hile që janë Kamikaz dhe Saliu. Pra, drejtësia prap ngelet e mirë, po brenda një drejtësie të mirë, thot Veliaj, numri 2 i Partisë Socialiste mund t'i bëhet pa drejtësi. Logjikisht kjo nuk funksionon. Dhe për ta bërë pak më populiste këtë, Veliaj është futur në këto, jo po ma bën ajo, jo Olsi Dado, jo ka marrë leje ndërtimi, jo e ka personale, jo violinisti e tjerë. Ndërkohë që Ahmeta i thot, unë e kam nga Rama, shkoni kap një deklarat në Ramës, po t'isha unë prokuror dhe gjykatës ja bëja më keq. Tani a duhet pranojmë ne këtë qasje me drejtësinë. Ka shumë njerëz që thonë që nuk duhet ta pranojmë këtë qasje me drejtësinë, ndaj drejtësisë duhet jemi kokulur e tjerë. Por unë jam nga ata që them që njeriu kur është në ato kushte duhet përdori çdo mjet dhe çdo armë që të bëjmë mbrojtjen e vet. Baton, para në këtë aspekt, pyetje pak a shumë e njëjtë për ju, por dua të
të thellojmë në akuzat. Për shembull, Vilej ka shkuar deri aty që rritin profesionale ose dado e ka nga krevati, duke aluduar për lidhje me zyrtar të lartë të sistemit të drejtësisë. Ka shkuar ke deftesa, ka publikuar banesën, publikuar defteset. Sulmi ka qenë krejt personal ndaj prokurorit dhe gjykatësit, ndërkohë që Ahmetaj është marrë vetëm me Ramën. E para, njerëzit publike kanë një raport me mediat dhe këta njerëz bëjnë lajm të mediat. Njeriu normal i cili shkon në gjykat nuk e ka këtë mundësi dhe nuk e ka këtë raport mediat, dhe shumica e gjërave që ai ka për t'i thënë në publik, mund t'i thot ose mund t'i gjej hapësirën vetëm ditët kur mbahet gjykimi. Kjo mënyrë e komunikimit për diskredituar është normale të politikanët, se ata gjejnë ose dëshirojnë të gjejnë kësi skizma për spaku për të diskredituar njerin kinse të fajshëm dhe prokuroria e cila respekton drejtësinë. Këto modele janë të njohura. Dhe unë e kam bindjen që kjo do vazhdoj deri në momentin kur në sallën e gjykimit do flasim faktet. Unë përsëri besoj që çfarë do që vendos nesër apeli, unë respektoj sistemin e drejtësisë, respektoj institucionin dhe nuk besoj që institucioni edhe sot i kësaj dite nuk besoj që është indikuar. Mund të ketë shkarje të momentit ose mund të ketë taktizime të edhe të prokurorisë dhe gjykatës, por kur e kam bindje këto që sistemi i drejtësisë në këtë fazë nuk është i manipuluar, indikuar apo i rreshtuar për dikë. Spaku, rasti Erjon Veliaj tregon se një burgosje tillë e një po themi figure të lartë politike tregon se drejtësia ka seriozisht me Do e flasë për të ke dy qëndrime. E kam vetëm së zdi për satin herë. Dhe mos e shaj, do në e fusin. Jo, nuk është lajm. Jo, po e futi ikën baton. Arben Ahmetaj e kam thënë, e ka ndërtuar rrëfimin e tij se është i rrezikuar, se ndoshta nuk do të ishte gjallë, po të mbetej në i arrestuar. Ja, kjo më falë, duke qenë se jam persona që ka mojë intervistë. Është një pjesë rrëfimit. Rrëfimi Arben Ahmetajt është që ai njeri prit, një sekond. Ai njeri nuk ka asnjë firmë në 10 vjet si zyrtar i shtetit. S'ka firmos për asnjë tjetër. Po, në rregull është, në rregull ajo. Ndërkohë ish bashkëshortja dhe gruaja nuk kanë marrë asnjë cent nga institucionet kur ai ka drejtuar. Ndërkohë që e kundërta është me kryetarin e Bashkisë Tiranës. Prandaj mos themi që e ka ndërtuar kështu rrëfimin. Jo, rrëfimin që ajo është i rrezikuar. Dakor, është kjo pjesë, patjetër. Jo, është, ai po do. Dhe unë nuk besoj që institucionet e drejtësisë mund ta lënë një njeri me pozitë të lartë, çfarë është zëvendës kryeministri, tjetër rrezikuar edhe në burgun ose ku do të mbetej i arrestuar për kohën derisa të sqarohen çështjet. Dhe unë mendoj që beteja në publik e një politikani duke qenë larg drejtësisë, unë e konsideroj më shumë dobësi se sa një trimni ose një heroizëm nga distanca. Këtu është dallimi. Po të ishin në burg do bën të letra si Veljesh për shokun e dhe i baton. Ndërkohë që ka bërë denoncime të kopshme, që s'ka guxuar të bëjë askush. Tash nëse ti jemi realist. Në burg, siç pretendojnë kryetari i opozitës që të vinë pojat, do thuash letra, unë jam në krah të shokut Edi. Ndërkohë që kur je jashtë, ke mundësi si që ofrua si dëshmitar për tunelin e Llogaras. Prandaj jemi dakord. Unë në rregull, unë kam çështjen të besimi, njeriu i cili flet në distancë me komunitetin e Zvicrës, me gjithë dhimbjet që ka, edhe me gjithë asaj, me gjithë ato ose ai ka pas një po themi vështërsi ose si dush ta quajmë. Domethënë një ballavaçim me të keqen edhe me veten edhe me familjen, unë prapë konsideroj që një njeri i cili ka qenë zëvendës kryeministër, ka votuar për sistemin e drejtësisë e tjera,
ish dashur të ballavaçohet me ligjin. Kaq. Kjo është gjë tjetër, po kjo që thot Peka është e vërtetë, ë? Cila? Do me thënë,